Përshëndetje nxënës. Ju ftoj që së bashku në minutat në vijim të shoqërohemi në orën e arsimit muzikor. E di se muzika ju pëlqen shumë, andaj shpresoj të kalojmë çaste të këndshme gjatë kësaj ore mësimore. Në kuadër të temës këndimi këngëve tematike, ne sot do të përpunojmë një këngë. Në fotografi kemi një djalë i cili është përgatitur dhe mund t'ja qëlloni se për ku është nisur? Kuptohet, ai është nisur për në shkollë dhe ka vendosur që ne të na prezantohet. Ai është Luli. Të gjithë fëmijët të cilët shkojnë në shkollë në një emër të përbashkët quhen nxënës. Nxënës jeni edhe ju. Andaj, jeni të lumtur që vijoni mësimet nëpër shkollë. Tani ju ftoj që ta realizojmë një aktivitet që quhet stuhi mendimesh. Në mes të fotografisë unë kam venduar fjalën nxënësi dhe ju duhet të mendoheni dhe të gjeni fjalë të cilat kanë të bëjnë me nxënësin. Gjithsesi ju asociojnë në fjalën nxënësi. Të fillojmë me radhë. Lojën ose aktivitetin do ta filloj unë e para. Mua në fjalën nxënësi më asocion çanta, pasi që çdo nxënës para se të shkojë në shkollë me vete merr edhe çantën. Të vazhdojmë me ide dhe fjalë të tjera. Shkolla. Çdo nxënës vijon mësimet nëpër shkolla, andaj dhe fjala shkolla më asocion në nxënës. Gjithsesi se dhe fjala i pastër na asocion me fjalën nxënësi, pasi që çdo nxënës është i pastër para se të nisë për në shkollë. Fëmijët që ndjekin mësimet në klasët e para të shkollës fillore zakonisht ne i quajmë voglush. Andaj edhe ky fjalë na asocion me fjalën nxënësi. Le të gjejmë edhe një fjalë tjetër që na asocion në këtë fjalë. Ajo është fjala lule. Çdo fëmijë i lumtur, i gëzuar, i pastër dhe me disponim shumë të mirë, ngjan si një lule në kohën kur fillon të shkojë në shkollë. Rrugës për në shkollë, nxënësi zakonisht vrapon ose nxiton për arsye se pret me padurim të sheh shokët, shoqet dhe mësuesen. Kurse para nisjes në shkollë, çdo fëmijë jep përqafimet prindërve të vet, pra mamit dhe babit. Ky është aktiviteti stuhi mendimesh. Të vazhdojmë më tej. Sot do të përpunojmë këngën, titulli i cilës është Për në shkollën. Le të shohim tani se çka do të mësojmë në këtë orë mësimore. Në këtë orë, ne do të zhvillojmë memorien muzikore, që të thotë do të mësojmë tekstin dhe melodinë e këngës. Gjithashtu në këtë orë mësimore, ne do të mësojmë të këndojmë duke mbajtur qëndrim të drejtë gjatë këndimit. Po ashtu do të nxisim edhe dëshirën për dëgjim dhe këndim të këngëve të ndryshme. Këto pra ishin qëllimet e orës mësimore në lëndën e arsimit muzikor. E tani të fillojmë. Në fillim do t'u paraqes tekstin e këngës që do ta mësojmë. Për në shkollë. Luli i vogël faqet kuq si molla. Çdo ditë para kohe vrapon për te shkolla. I pastër, i bukur është për mrekulli. Duket luli i vogël si lule në saksi. Çantën në krah, voglushi vendon, mamin e babin me mall përqafon. Ky është pra teksti i këngës që ne sot do ta përpunojmë dhe do ta mësojmë. E tani të shohim se sa ju e kuptoni tekstin e këngës dhe këtë do ta bëjmë përmes disa pyetjeve. Për ku vrapon luli çdo ditë?
Luli vrapon për te shkolla. Si duket Luli kur shkon në shkollë? Luli duket si lule m'saksi. Kë përqafon Luli kur shkon në shkollë? Luli përqafon mamin dhe babin. Pra tani besoj se ju e kuptuat tekstin e këngës dhe më me dëshirë do ta mësoni edhe melodin dhe me më kënaqësi do ta këndoni këngën. Në fillim do të bëjmë përpunimin ritmik të këngës, edhe atë strof pas strofe. Në këto dy vija që I kam paraqitur në fotografi, unë kam vendosur fotografi të Lulit. Si që vëreni, jo të gjitha fotografit janë një lloj të mdhaja. Kemi fotografi të Lulit që janë më të mdhaja, por kemi edhe të tjera që janë më të vogla. Pse kam venduar fotografit kështu? Aty ku kemi fotografit më të mëdhaja, ne duhet rrokjen ta zgjasim më shumë. Kurse aty ku kemi fotografi të vogla të Lulit, rrokja zgjat më shkurt. Ose, duke folur në gjuhën muzikore, tek fotografit më të mëdhaja, tingujt zgjatin më shumë. Kurse tek ato të vogla, tingujt zgjatin më pak. Pra, tani do të dallojmë edhe tingujt e gjatë dhe tingujt e shkurtër. Përpunimi ritmik të këngës sot vendosa ta bëjmë me rrahje të duarve. Le të fillojmë pra me strofën e parë. Luli I vogël, faqet kuq si molla, çdo ditë para kohe, vrapon për te shkolla. Besoj se kuptuat kozgjatjen e tingujve në këtë strofë. Vazhdojmë me strofën e dytë. I pastër I bukur është për mrekulli, duket Luli vogël si lule m'saksi. Vazhdojmë me strofën e tretë. Çantën në krah, voglushi prandon, mamin edhe babin me mall përqafon. Pra këto ishin të tre strofat të këngës të përpunuara në mënyrë ritmike. Pra si që pat, këtu tingulli është neutral dhe nuk ka lartësi të tingujt, por gjithë tingujt janë të një lartësie. Vetëm këtu u koncentruam më tepër në kozgjatjen e secilit tingull, gjithsesi secilës rrokje nga fjalët e tekstit të këngës. E tani do të vazhdojmë me përpunimin melodik të këngës, duke filluar përsëri me strofën e parë. Këtu fotografitë e Lulit, siç e shihni, janë të një madhësie. Pse? Janë të një madhësie sepse kam vendosur që secila fotografi e Lulit të paraqet një notë muzikore, të cilat ne do të mësojmë më vonë gjatë orëve të tjera të arsimit muzikor. Pozita e fotografive nuk është e njëjtë tek të gjitha fotografitë. Ndonjë fotografi e Lulit është më poshtë e vendosur, ndonjë është më lart. Kjo është në varësi për asaj se sa është tingulli I lartë. Pra, tani do të bëjmë edhe dallimin e lartësisë së tingullit. Pra, këtu kemi edhe tinguj të lartë, edhe tinguj të ulët. Pa u vonuar shumë, do fillojmë me këndimin e strofës së parë të këngës për në shkollë. Le të fillojmë. Luli vogël, faqet kuq si molla, çdo ditë para kohe, vrapon për te shkolla. Çdo ditë para kohe, vrapon për te shkolla. Kjo ishte pra melodia e strofës së parë të këngës.
dhe mos haroj. Duhet gjatë këndimit të respektojmë rregullat kryesore të këndimit. Gjatë këndimit, trupin duhet ta mbajmë drejt. Qafa duhet të jetë e lirë. Supet duhet të jenë të lëshuara, kurse koka drejt. Po ashtu, gjatë këndimit duhet të kemi kujdes edhe me frymëmarrjen. Frymëmarrja duhet të jetë e pazëshme, pra nuk do marrim frymë të thellë me gojë, por me hundë. Po ashtu, frymëmarrja duhet të jetë më e thellë se sa frymënxjerrja. Kjo bëhet për shkak se frymën që e marrim në fillim të çdo fraze muzikore, ne duhet ta nxjerrim ngadalë, që ajo të na mjaftojë derisa ne ta përfundojmë frazën muzikore, gjithsesi një varg të tekstit të këngës. Dhe pastaj marrim frymën për herën tjetër, për vargun tjetër, dhe po ashtu edhe atë marrim me forcë më të madhe dhe e lëshojmë ngadalë deri në fund të frazës së ardhshme. Besoj se do ta respektojmë, do t'i respektojmë këto rregullat që janë shumë të rëndësishme për një këndim të bukur. Vazhdojmë tani me këndimin e strofës së dytë të këngës. I pastër i bukur është për mrekulli, duket luli vogël si lule saksi. Duket luli vogël si lule saksi. Të vazhdojmë tani me strofën e tretë të këngës. Çantë në krah, çantë në krah, voglushi vendon, mamin edhe babin me këngër qafon. Mamin edhe babin me këngër qafon. Kjo ishte pra strofa e tretë dhe e fundit e këngës. Pasi që ne kënduam këngën strofë pas strofe, veçmas, tani vazhdojmë me aktivitetin e radhës dhe në këtë aktivitet ju keni për detyrë vetëm të dëgjoni, kurse unë do t'ua këndoj këngën në tërësi. E pas kësaj, këngën në tërësi do ta këndojmë së bashku. Le të fillojmë ta dëgjojmë këngën në përgjithësi. Luli vogël faqet kujt si molla, çdo ditë para kohe vrapon për te shkolla. Çdo ditë para kohe vrapon për te shkolla. I pastër i bukur është për mrekulli, duket luli vogël si lule saksi. Duket luli vogël si lule saksi. Çantë në krah, voglushi vendon, mamin edhe babin me këngër qafon. Mamin edhe babin me këngër qafon. Besoj se ju me vëmendje dëgjuat këngën të kënduar në tërësi. Tani le të provojmë së bashku të ushtrojmë këndimin e këngës së mësuar sot. Besoj se trupin e keni gati, jeni të gatshëm për këndim dhe do t'i respektoni rregullat e këndimit. Fillojmë. 3, 4. Luli vogël faqet kujt si molla, çdo ditë para kohe vrapon për te shkolla. Çdo ditë para kohe vrapon për te shkolla. I
pastăr i bucur, është për mrekulli. Duket luli vogël si lule saksi. Duket luli vogël si lule saksi. Çantă në krah, voglu shi vëndon, mamin edhe babin me ma përqafon. Mamin edhe babin me ma përqafon. Ju lumt, keni kënduar për mrekulli. Shpresoj këngën ta keni pëlqyer shumë dhe besoj se atë do ta përsërisni disa herë derisa ta memorizoni atë. Kurse tani, radha është për detyrat e shtëpisë. Si detyrë shtëpie, për këtë orë mësimore, ju keni të përsëritni këngën duke përcjellur ritmin e këngës me 2 shkopi ose 2 lapsa. Shpresoj këtë ta dini pasi që kemi ushtruar disa herë në klasë të parë dhe të dytë, kur këngët i kemi përcjellur me instrumentet ritmike muzikore. Të dashur fëmijë, unë ju falenderit që ishit në shoqëri me mua. Ju dëshiroj argëtim të këndshëm duke kënduar këngën që mësuam sot. Miru pafshim deri në orët e tjera.